Dhe besoj me kaq info sa ndam deri tani vetë është zgjuar sadopak interesi, kështu që mund ta dim pak a shumë se si shkon procesi i aplikimit faktikisht më në detaj. Procesi i aplikimit është goxha i lehtë, domethënë bëhet përmes faqes ton ibu.edu.mkc.ck, aty butoni i parë Mitas Admission në gjuhën angleze dhe aty domethënë sapo të klikohet ai buton është forma e aplikimit nga ana e djathtë. Sapo ta kompletojnë studentët formën e aplikimit me donat e tyre personale edhe me emailin e tyre personal, menjëherë në email ju arrin linku për portalin ton të aplikimeve, emri i përdoruesit si dhe fjalë kalimi. Klikojnë domethënë linkun, shkruajnë emrin e përdoruesit dhe shkruajnë fjalë kalimin. Aty kanë domethënë nga ana e majt, pastaj kanë një video me udhëzime se si duhet të ngarkohen dokumentet dhe duhet domethënë të shtohen vetëm dokumente që janë certifikate e lindjes, dërtesat e shkollës mesme dhe një kopje e pasaportës. Pastaj këto dokumente shqyrtohen nga ana jon, shqyrtohen dhe nga ana e komisionit të bursave dhe kur mbaron ky shqyrtim, studentëve ju arrin një email me sasinë e bursës si dhe me hapat tjerë. Kur ta marrin këtë email, brenda 10 ditësh duhet na kthejnë përgjigje, domethënë apo e pranojnë këtë ofertë apo do të vazhdojnë në IBU, dhe sapo të na japin përgjigje i kanë 5 ditë vinë te ne edhe të na i dorëzojnë dokumentat origjinal si dhe ta bëjnë pagesën. Edhe një gjë tjetër domethënë që duhet cekim për ata studentë që janë tani në shkollë mesme dhe ende nuk e kanë kryer vitin e 4, nuk është problem përderisa aplikojnë deri më 30 qershor, edhe nëse e shtojnë diplomën, dëftesën e vitit 4 si dhe diplomën e shkollës mesme më vonë, nëse aplikojnë deri me 30 qershor, kanë edhe 8% zbritje në bursën që do ta kenë. Domethënë